për çfarë flasim? Pikrisht. Atëherë, ta çfarë teknike. Me eksperiencën që kemi dhe me ato që kemi kaluar ne edhe si futbollista dhe si trajner. Ma tempin e pushimit që kishe. Kishe ritëm, kishe dinamik, kishe shpërthim. Në pjesë teknike do të flasin juristët që të jenë domethënë më të saktë. Ç'a ndodhën? Atëherë ç'a ndodhët? Si e kam gjykuar dhe si e kam lexuar unë? Ky vendim nuk ka filluar sot me nesër, por ka filluar që në vitin 2022-shin. Ka pasur domethënë përplasje për sa i përket Komitetit Olimpik dhe federatave të ndryshme. Po. Unë do fokusojm vetëm në një pikë, në lidhje me vendimin e gjykatës të arbitrazhit sportiv. Kasi që do bëhet për Shqipëri. Unë jam dakord domethënë që mund të ketë edhe nuanca politike brenda, por ka një gjë. Kush është gjëja më kryesore? Që vendimet të cilat merren nëpërmjet federatave, qoftë trajnerët, qoftë futbollistët, kur vjen për tu ekzekutuar në legjislacionin shqiptar, nuk ka vendim formës prerje që të shkojë direkt domethënë një kontratë që ti e ke fituar në gjykatën sportive, ty të t'jepen lekët. Ose të rimburcohesh për punën që ke bërë, mbasi është bërë kontrata, është prish kontratën në mënyrë të njëanshme. Qartë. Në këtë aspekt mendoj që vendimi që është marrë në parlament është i drejtë, sepse në të ardhmen do mbrojt gjithë sportistët, gjithë trajnerët, gjithë specialistët e gjitha sporteve në lidhje me kontratën e punësimit të trajnerëve. Kemi mendim në sheshtë, jo, nuk është për mendim të ai ka mendim në vetë, ka mendim në tyre. Jo pa dhe që thot Zhupa, o të qeshesh, o të qash, unë zgjodha të qesh, se për me qash. S'ke punë, as trajnerës futbollist ke vita që jenë... Po nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Në lidhje me vendimin që është marrë, unë mendoj që vendimi është i drejtë. Okej. Po tash është as është i drejtë, s'po kuptoj. Unë mendoj vendimi është i drejtë. Vendimi kujt? Vendimi që është marrë, domethënë që çfarë vendimi? Po ti the ligji është i drejtë, vendimi është i drejtë, tash kush është i drejtë, po të marrim vesh. Vendimi është i drejtë në lidhje me gjykatës së arbitrazhit sportiv, që do krijohet domethënë në Shqipëri. Po atë pra s'do futbolli. Apo e gjondi. Nuk e do futbollin. Po tash kush është i drejtë, pra s'po kuptoj. Ky vendim është i drejtë ndonjë, sepse një gjykatë duhet të ketë. Cili vendim është i drejtë, more? Janë Dugës apo Parlamenti shqiptar, më thuaj. I parlamentit. I parlamentit. Po, unë mendoj që është i drejtë i parlamentit. Tash Tani prit se ne kemi edhe eksperiencë që kemi punuar jashtë, se si funksionon. Po hapra thuaj eksperiencën. Po se s'ke qenë jurist jashtë, futbollist ke qenë. Po shopra, po futbollist kanë qenë, po kanë qenë. Po shumë mirë, do të thotë ke qenë talentuar. Tani as për taktika as për gjë. Tani problemi është, unë jam dakord që vendimet që merren, ekzekutimi që merret nëpërmjet federatave, një kontratë, një gjë, shkojnë nëse nuk ekzekutohet, shkojnë në këtë gjykatë direkt. Mos shkosh në Zvicër. Ta nga ankimosh nëpërmjet FIFA-s, sepse atje nuk ka edhe mundësi ekonomike. Po shumë kush është kundra kësaj, më fal se një sekondë. E di pse është kundra Federata e Futbollit ti, kashi kësaj? E di pse? E di pse ka marrë këtë vendim? Sepse ky komision arbitrazhi. Po flas për federatën, po dëgjoje pra. Ky komision arbitrazhi do të jetë në nëmbërën e Komitetit Olimpik. Jo, po pra. Nuk është kështu. Po jo, nuk është kështu. Po jo, se gjykatë e pavarur. Do bëhet me shëndetje. Po ti ishte e pavarur. Dgjoj. Unë jam dakord me logjikën. Nëse do të ishte në nëmbërën e Komitetit Olimpik, unë jam dakord. Po ti ishte e pavarur. Qeveria gjykatës ishte e pavarur. Gjykatë e pavarur. Gjykatë. Duhet pra të jetë, po s'është kështu. Si gjykatë e pavarur. Duhet të jetë pra. Gjykatë sportive. Po mirë shumë. O Zhube, po s'ka parlamenti gjykatë sportive. E ke gabimë, nuk është ligji. E di që është ligji, po nga gjykatë. Di që ka që në 2000 ka pas kas më përpara Shqipëri. Po shumë mirë. Po pse s'kishte këto 5 vjet për shembull? Di që ti? A e kanë hequr. Kush e ka? Jo më është ligj. Po pra tani u po pra. Po jo më është ligj. Ore, po se nuk ishte një sekondë. Ja ta politika, mua nuk më intereson ana. Ja ta kuptojmë çështjen. Po ta kuptosh pra dhe ti se ti. Jo më kuptoj shumë mirë. Po jo se ke kuptuar pra. Mi më ti e ke kuptuar, ta kuptoj ta gjithë gjë se ti s'kupton. Është ndryshe biseda. Është që këtë kas shqiptar që do të ndërtojë Komiteti Olimpik do ta komandoj ky. E kupton ti këtë pjesë? Kjo nuk do ndodhi. Është marrë iku. Po jo nuk ndodh kjo. U miratu me ligj. Jo e kam lexuar me kujdes, edhe kam parë. U miratu me po se ke lexuar pas. Jo e kam lexuar me shumë. Atëherë mirë. Një federatë të tërë, siç është federata më e madhe në Shqipëri, Federata e Futbollit. Po dakord, jam dakord. Një federatë tjetër që është prapë dhe shumë masive, që bën aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare. Federata e Sportit Universitar, nuk flasim për futbollin. Një federatë tjetër që është Federata e Sportit Shkollor. Futbolli ka dhënë zgjidhje, se nëse nuk e zgjidh Shqipëria, zgjidh diku jashtë. Të gjithë këto federata që kanë mira e mira njerëz,
që ka Tani është në mbrojtje të specialistëve, trajnerëve dhe sportistëve. Kjo, si unë pretendojnë që Shqipëria të ketë një komision arbitrazhi sportiv të pavarur. Po patjetër. Po pra, që t'jenë pjesë aktor dhe faktor të zgjedhin njerëzit. Këta vetë, jo t'i vendosin parlamenti ose komiteti olimpik ta njerëz atje. Po pra, ky ligj që është bërë sot. Prandaj Federata e Futbollit vendos të dalë jashtë, është paradoks ky, të dalë jashtë ngri marrëdhëniet me komitetin olimpik. Nuk ndodh në asnjë vend botës kjo në fakt, që të bësh veprimtari sportive në një vend, siç është Shqipëria, ose në cilin do vend botës, me ligj duhet të jesh antar i Komitetit Olimpik. Do krijoj një ndërsh kjo tani, do kërkoj një përplasje tani. Prezident, tani fillon. Është problemi. Këtë ligj, këtë draft ligj e ka propozuar Ministria e Arsimit dhe Sportit. Apo. Nuk e ka propozuar vetë, ka propozuar me specialistët e ndryshëm që janë marrë nga punë. Sepse nuk e pasi lexuar çka shkruan poshtë. Draft ligjin e ka propozuar Ministria e Arsimit dhe Sportit, o Gerda Manastiriu thot poshtë. Ajo është kushtetutën e Po pra, Shqipërisë. atëre, ky ligj shkon në parlament. Ministrisë së linjës edhe presidentit të Republikës. Ky ligj shkon në komision parlamentar. Në komision parlamentar nuk ka asnjë përfaqësues nga ministria. Shkon përfaqësues Komitetit Olimpik. Ky është handikapi i parë. Po ky çka ka? Çdo vi këtu. Jo, aty që lexoj ishte përfaqësues e ministrisë. Në ligjin që ishte. Po pra, ligjin e ka bërë ministria. Për ta mbrojtë, e mbron një përfaqësues i një OJF-je. Një ishte as kjo. Se e do ve. Bile ministria dhe fondet që kishte dhënë për Komitetin Olimpik dhe për futbollin ka pas specialist nga Ministria brenda. Po pra, futbolli ka shku për herë të parë, një herë tek, ka dhënë mendimet e veta dhe s'është thirrë më. Tu është gabim. Fare zero. Tu është gabim. Pra, grupet e interesit, federata më të mëdha, nuk kanë pyetur fare. Unë nuk e kisha në aspekt tjetër, nuk e kisha në aspektin e problemeve dy federatave. Unë e kisha në aspektin që Shqipëria duhet ta ketë një kas. E ka pas. E ka pas. Patjetër. Po jo kjo formë pra. Forma që po bën. Unë e di do e drejtë. Pra, gjoj pra, po s'është pra pse del kundër Federata e Futbollit? Digje ti? Pse del kundër? Po unë e di pse del. Pse del? Po sepse mund të ketë një anshmëri. A pra, po pse do të ketë një anshmëri? Nëse do bëhet e pavarur sipas ligjit që është mirë. Po jo pra s'është ashtu për ligj. Po do e shikojmë. Po jo pra se ka thënë nën Komitetin Olimpik, e shkruar Zez Bitbar. Në varësi të Komitetit Olimpik, tash të lutem. Tani në statutet e shoqatave, Komiteti Olimpik përfaqëson të gjitha. Jo, si që janë organizata vetë, mëre. Po janë organizata vetë që përfaqëson në përmjet. Do të antarësohet i shoqatë. Si tu ti jeni lagë BVSSH-ja. Janë organizata që bëjnë zgjedhje. Zgjedhje president, Komiteti Olimpik, Asamble. Janë organizata që duhet të kenë vendimarrjen vete. Gjithë federata. Po gjithë ashtu e kanë. Se kanë pra më tashmë se ka, po prandaj doli jashtë që mos jetë e varur Komiteti Olimpik Federata e Futbollit. Sepse me ligjin që është bërë, me këtë ligj klientelistë që është bërë, i bindet që dhe futbolli të ishte vasal si të gjithë tjerët. Këto të tjerët kanë ulur kokat. Nuk mund të jetë. Po mirë pa futboll, ora nuk ka vetë futboll Shqipëri arbur. Të tjerët kanë ulur kokat. Futbolli është primar. Sepse po pra, me gjithë futbolli është primar, ne prandaj kemi ardhur. A do prodhoj kjo zoti të flasim për këtë. Pse u bë ky ligj? Ky ligj, një ligj që bëhet për të rregulluar këto marrëdhënie ngëshe institucionale që flasim ne. Sepse ne donim dhe një zë nga Komiteti